Me qenë se të kam këtu, do shfryzoj rastin që të zhvillojmë edhe një temë tjetër, bisedojmë në thotë edhe për një temë tjetër, e cila fillimisht ta njoftojmë opinionin publik se Baki Goxhaj ka qenë aktivisti vetëm shqiptar në flotilën e fundit Global Sumud, e cila u nis për të thyer blokadën e Gazës të vendosur nga Izraeli tashmë disa vite, veçanërisht në 3 vitet e fundit. Baki, do doja të flasim rreth përjetimeve, fillimisht do të thotë ajo çfarë të shtyu që të shkosh në atë rrugë të rrezikshme dhe pastaj edhe udhëtimin deri te rrëmbimi nga ushtarët izraelit dhe ajo çfarë keni përjetuar atje në portin e Ashdotit si dhe kthimin deri në shtëpi. Baki, çfarë të shtyu të shkosh në Gaza, duke ditur se rrezikon edhe jetën apo jo? Po. Unë e kam ndjekur çështjen e Palestinës për rreth 10 vjet tashmë dhe e njoh mirë historinë e këtij konflikti, kësaj padrejtie të pazgjidhur, që mbahet fillimisht e pazgjidhur nga shtetet e mëdha për hir të një kolonie që kanë vendosur aty që e quajnë Izrael. Dhe kur nisi genocidi, unë e kam përcjell çdo ditë në Twitter veçanërisht, i kam përcjell gjitha pamjet që vinin nga bombardimet, nga ndajterimet, nga rrëmbimet, nga torturat, nga gjymtimet, gjë që më ka bërë që të kem një ngarkesë të lartë emocionale rreth kësaj çështje, dhe një sens të lartë kërkese drejtësie për këtë gjë. Kjo më ka bërë që të jemi zëshëm në Shqipëri, në media, veçanërisht në mediat sociale, me organizim protestash, për shkak se qeveria jonë fatkeqësisht dhe turpërisht ka mbajtur një qëndrim jashtëzakonisht të keq në këtë konflikt, duke u rreshtuar me agresorin 100%, dhe jo vetëm duke u rreshtuar, por sa më shumë thelloi genocidi, aq më shumë thellon Shqipëria, shteti ynë, bashkëpunimin me shtetin zionist. Dhe kjo padrejtësi në Palestinë dhe kjo turp në vendin tim më shtyu që të bëj diçka përtej të polurit në Shqipëri edhe të organizuar protestave, por edhe një hap më tej duke shkuar me trupin tim në një mision humanitar paqësor për të çuar ndihmën në Gaza, për të thyer blokadën, për të krijuar një korridor humanitar dhe veçanërisht gjithashtu një objektiv e dytë e misionit kolektiv është rritja e solidaritetit me popullin palestinez për të bërë e njohur çështja e tyre dhe për të pasur një zgjidhje politike paqësore sa më të shpejt. Kjo ishte shtysa që më shtyu të merrja pjesë në këtë mision. Megjithatë, do të thotë reagimi i ushtrisë izraelite ishte i shpejtë apo jo, dhe ato ju rrëmbyen juve të gjithëve në ujërat ndërkombëtare. Si ndodhi, si ishte natë, kur erdhën, si reaguat, çfarë bën ata? Në natën e parë që kemi qenë në ujërat ndërkombëtar, pasi jemi nisur nga porti i Marmarisit në Turqi, kemi udhëtuar për një ditë në ujërat territoriale turke, pastaj natën e parë kemi dalë në ujërat ndërkombëtar. Kemi pritur, kemi pas pritshmëri që mund të sulmohet kemi qenë natën e parë, për shkak edhe të sulmit që patën një pjesë e anijeve në afërsi të Kretës 2-3 javë para se të niseshim ne nga Turqia. Dhe kur erdhi mëngjesi atij dite, ishim shumë të lumtur në anijen tonë dhe shumë të kënaqur që do kishim dhe të paktën një ditë e një natë para për të lundruar.
Megjithatë ky gëndim nuk gjatë shumë sepse për rreth 2 orë pas ti kishte gdhir nga ora 9, pam një anije luftërake të madhe në horizont të 2 skape që shkuan të dista nga anijet e flotilës dhe pastaj u nisën me shpejtësi dhe drejt anijes tonë. Ne u përpoqëm të largoheshim, por ishte pamundur na arritëm. Ishte e qartë që ishin kafe me ushtar izraelit, të cilët kishin ardhur na rrëmbenin. Dhe ashtu ndodhi, na ndaluan, qelluan me armë për të ndaluar, sepse ne fillimisht nuk ndaluan, pikën motorin, pastaj hipën anije, na lidhën të gjithëve, na kanë dhunuar verbalisht, fizikisht. Dhe prej aty na hipën në skafet e tyre dhe shkuam tek ajo anija e madhe që pam fillimisht në horizont. Ishte një anije stërmadhe e cila ishte sajuar si burg me kontenier, ku ne futeshim dhe kemi jetuar në kontenier lisho, pa atë shtroja zbuloj, për 2 ditë e 2 net, të rrethuar nga roje të armatosur nga të 4 anët, të cilët kanë qelluar me plumba si quhen? Me plumba gome? Plumba gome mine disa herë gjatë qëndrimit në anije. Kapitenja në anijen tonë kishin 2 kapiten, njëra ishte femër dhe atë e qellua në këmbë, në koftë, duke i shkaktuar një plagë të madhe, e cila ishte një nga ato dëmet më të rënda që ndodhi gjatë rrëmbimit dhe burgosit tonë nga forcat izraelite. Pas lëngimit, pati një mjekim të shpejt në anije, pas lëngimit 3 ditor në gjithë kalvarin që kaluam, Meti, që ishte vajzda që u qellua në këmbë, kur shkoi në Francë, ju nështrua, apo ndoshta në Turqi, ju nështrua prap një operacioni për shkak të infektimit që kishte marrë në plagën e saj. Ky është një nga rastet e qarta të dukshme të dhunës të ushtruar mbi pjesëmarrësit në flotila. Dhuna ishte konstante, ishte prezente gjatë gjithë kohës, sidomos kur transportoheshim nga një vend në një vend tjetër. Do ndërveprim me ushtarak izraelit ishte i dhunshëm dhe i poshtërues. Çfarë kërkonte ministri izraelit aty, do të thotë, në ato videon që është paraqitur, ju fliste juve ai, apo çfarë bënte aty? Unë isha prezent tek ajo çadra kur hyri ministri izraelit me shpurnën e vet për të bërë atë videon e famshme e cila u bë virale më vonë dhe shkaktoi dhe probleme diplomatike, reagime të ashpra diplomatike ndaj Izraelit. Ajo që është e qartë nga çfarë kërkonte ministri ekstremist Ben-Gvir aty, duke u mburur para njerëzve të torturuar, të lidhur me kokën e tokë e me të lënduar të kandej me brinjë të tyre, shumë prej tyre, ishte një pjesë e fushatës së tij elektorale ku ai i bën, le të themi, ngrë figurën e vet si njeri që nuk pyet për ligjin të kombëtar, nuk pyet edhe për vetë ligjin izraelit, por thot që çdo kush që përpiqet të ndihmojë palestinezët apo të sfidojë shtetin e Izraelit, ne do ja punojmë siç jam duke u punuar këtyre aktivistëve që ju shikoni këtu. Sepse është e ditur që ministri Ben-Gvir është nga më ekstremët e spektrit politik në Izrael
Dhe ai votat I kërkon nga pjesa më ekstreme e shoqërisë, kështu që ishte një stunt politik elektoral nga ana e tij, edhe pse me publikimin e tij e kësaj videoje dhe qarkullimin e saj në gjithë botën, gjithashtu ai demaskoi fytyrën e vet të shtetit genocidal, se si ai trajton njerëzit pavarësisht janë të paqëm, janë papaqëm, janë të dënuar, janë pa dënuar dhe pati atë reagim që pati. Kjo ishte një pjesë e asaj që ne pa me sytan, e asaj që palestinezët të heqnin në duart e ekstremistëve izraelit. Baki, derisa ishit aty, do në thot të kapur, derisa ishit në portin e Ashdodit, pati reagim nga qeveria shqiptare, apo nga Ministria Punëve të Jashtme, apo ambasada, apo konsulata që t'ju lirojnë juve? Ime shofi ka qenë në kontakt me ambasadoren tonë në Izrael, dhe ambasadori I ka thënë që unë do bëj të pamundurën që të krijoj kontakt dhe të kërkoj të drejtat e qytetarit tonë. Megjithatë, duke parë natyrën e shtetit Izraelit, është e sigurt që edhe nëse ajo ka tentuar të krijojë kontakt apo të bëjë presion, është përfillur pa asnjë lloj vëmendje. Për këtë gjë jam shumë I bindur. Kujtë edhe nëse përpjekje ka pasur, sa të sinqerta kanë qenë të pa efekt. Nuk është se kanë ndikuar në lirimin tim. Çfarë ka ndikuar në lirimin ton të gjithë është ndoshta presioni ndërkombëtar, ndoshta ajo videoja virale, dhe ne nuk kemi mbajtur gjatë në burg, ndryshe nga flotila e kaluar në të cilën aktivistët qëndruan deri në një javë të burgosur. Ne u liruam në ditën e dytë të burgosjes, u liruam dhe u çuam në aeroport në grup të gjithë bashkë, pavarësisht nga cili shtet vinim, dhe kemi udhëtuar në 2 avion të mëdhenj drejt Stambollit.